Tundja tjeta. Dialog të lajmi synon të bëj më të afërt jetën e shqiptarëve, të jetë sa më kombëtar, por edhe lokal. Sot dialogojmë për një komunë të rëndësishme të Shkupit, për komunën e Studeniçanit. I ftuar në dialog të lajmi është zotëri Ejup Abazi, kryetar i kësaj komune. Zotëri Abazi, mirë se erdhët në dialog të lajmi. Mirë se u gjeta, faleminderit për ftesën. Para se të vazhdojmë intervistën me ju, në të cilën do të flasim për funksionimin e komunës suaj, por edhe për çështje esenciale që kanë të bëjnë me komunën tuaj, do të flasim për demografinë e komunës suaj, dua të ndjekim postimin që e keni bërë natën kur i keni fituar zgjedhjet, e keni falenderuar nga zemra Karshiakën dhe keni thënë që ju falenderoj nga zemra secilin që doli dhe votoi për të ardhmen. Amanetin e madh që ma keni dhënë si hafiz i Kuranit është obligimi im më i lartë. Tani deklaroj me solemnitet, nga ky moment unë nuk jam kryetari një grupi apo i një vote, jam kryetari të gjithë qytetarëve të Studeniçanit. Zotohem para Zotit dhe para jush, do të udhëheq komunën me ndershmëri, pa devijuar nga shërbimi dhe pa dallime. Puna e madhe fillon tani për të përmbushur çdo zotim. Unë e pash biografinë tuaj, është biografi jo tipike për sferën politike, sepse siç e pash pra nga jetëshkrimi juaj, ju keni përfunduar studimet për teologji në Universitetin Ulludak të Bursës në Turqi. Pyetja ime është, çdo një hoç në politikë? Po, mendimi im është se çdo kush që ka mundësi të merr pjesë në politikë, pavarësisht se cilës sferë i takon apo cilit profesion i takon, mendoj se duhet të kontribuoj për të mirën e qytetarëve. Unë vlerësoj se çdo punë apo çdo vepër e mirë që mund të bëhet në drejtim të përmirësimit të kushteve për jetesën e qytetarëve, kushdo ai që është, pavarësisht profesionit që ushtron në jetën e përditshme, mendoj se ka vend për të gjithë në politikë, por kuptohet ata të cilët do të thotë kanë një jetë të mira dhe mund të japin kontributin që të përmirësohet jeta e qytetarëve. Dhe unë ashtu kam vlerësuar se po marr parasysh se ne si hoxhallar merremi apo jemi me qytetarët kështu të gjatë tërë kohës, jemi në komunikim me qytetarët. Unë vlerësoj se edhe një politikan, puna e tij është që të jetë sa më afër qytetarëve dhe të ndëgjoj hallet e qytetarëve. Kështu që unë vlerësoj se nuk është dallim i madh mes hoxhallarëve dhe politikanëve. Edhe pse të ne ka një perceptim ndryshe. Ka një perceptim ndryshe se këtë flas vetëm me një segment, nuk dua të them se edhe politikanët edhe hoxhallarët e kanë të njëjtin punë, të njëjtin veprim, por mendoj se parafasisht me një segment mund të gjejmë. Ju jeni hafiz i Kuranit. Memorizimin e Kuranit e keni bërë këtu në Shkup? Në Studeniçan kam bërë, për ndryshe Studeniçani njihet, më thonë, është një vend banim ku njihet me numrin e madh të hafizlerëve të Kuranit, ndoshta në nivel të Ballkanit është i vetmi vend banim, sipas numrit të banorëve që ka, përqindja e hafizlerëve është jashtëzakonisht e madhe. Jemi vend banim që njihemi në këtë drejtim. Dhe unë qysh në moshën 12 vjeçare, më thonë, e kam kry memorizimin e Kuranit, hifzin për ndryshe,
Dhe pastaj kam vazhduar studimet këtu në medresene e Shkupit dhe ashtu si që ceket edhe ju në Universitetin Uludağ Bursat e Turqisë dhe atje edhe kam mbaruar studimet postdiplomike. Në Universitetin e njëjtë? E njëjtë, po. Përfunduar për filozofinë e religjion. Ashtu, po. Pra studimet e magjistraturës. Magjistraturës. Ju thatë që religioni apo njerëzit që në një farë mënyrë predikojnë religionin dhe ata që merren me politik mund të jenë të parafort, por siç thash në fillim të këtij emisioni, nuk është shumë tipike që njerëzit që predikojnë pra vlerat teologjike të jenë pjesë e sferës politike. Nuk e di, a ka ndonjë koleg tuaj që është kryetar komune i cili vjen nga kjo sferë? Me sa duket, jo, apo? Kryetar komune, jo. Më parë ishte, po jo, Hafizi Kuranit, i ndjeri Rushdilata, ishte kryetari komunës së Dibrës. Kryetari i Dibrës dhe ish miftiu i Dibrës. Ish miftiu i Dibrës. Me siguri ka pasur dhe ka deputete kështu me radhë. Por ju e thatë vetë perceptimin këtu për politikën, sidomos në rajonin e Ballkanit. Perceptimi për politikën nuk është shumë teologjik, nuk është shumë etik. Ka një perceptim se sepse unë dua gjithmonë të flas edhe me gjuhën e popullit, se ata që merren me politikë dhe që hyjnë në hapat e parë të politikës, njerëzit, një pjesë e tyre zakonisht që thonë që nëse hyjnë në këtë sferë duhet me rrejt. Ashtu. Duhet me gënjy. Në fakt nuk duhet jetë kështu, po ky është perceptimi, zoti Abasi. Pra, e kam fjalën ku e gjeni veten këtë mes midis politikës si një sferë e cila e ka brenda vetes fatkeqësisht manipulimin, propagandën, mashtrimin, ndoshta ndonjëherë dhe veprimin jo etik, dhe në anën tjetër teologjia e cila është e kundërta e këtyre do të kisha thënë devijimeve politike. Unë mendoj se këtu nuk qëndron defekti të koncepti, po të realizuesit apo të ata të cilët merren me atë sferë, sikur që është shembull mund të jetë politikani që rren, apo mund të jetë teologu që e thot të vërtetën. Tani, nëse ka shembull një politikan apo një teolog që nuk e flet të vërtetën, tani nuk do ta fajsojmë konceptin apo sferën kështu në përgjithësi, politika apo teologjia. Duhet më konkretisht, edhe për atë shkak ne nëse dëshirojmë të jemi shembull edhe për gjeneratat e cilat kanë ambicie dhe kanë vizion që të merren me politikë, dhe besoj që duhet të ketë po ata të cilët merren me politikë duhet të jenë të ndershëm, të flasin të vërtetën dhe të jenë të sinqert. Pavarësisht se në çdo sferë të jetës ka ashtu siç e thot populli, nuk ka mal pa ujk. Edhe këto në çdo sferë mund të gjejmë njerëz të cilët i bie që edhe në mesin e xhallarëve mund të ketë manipulator. Po, mund. Nuk përjashtohet. Nuk përjashtohet. Për atë shkak unë nuk jam i thari asaj që ti generalizoj gjërat, edhe të them se çdo politikan është jo i sinqert, apo çdo hoxh është i drejtë. Mund këtu të bën dallim. Po, se është e vërtet që ka shpesh perceptime generalizuese, stereotipizuese edhe për politikën, fatkeqësisht ka pra mendime që i fusin të gjithë me një thes, por është e vërtet që ka edhe politikan të ndershëm, sepse po mos kishte, ndoshta shoqëria do të ishte edhe më e degraduar se ç'është. Ju keni qenë antar i Bashkimit Demokratik për
integrim. Po, Apo, po. prej themelimit. Unë jam kthi nga më herët se unë jam kthi prej studimeve, domethënë në vitin 2003. Dhe nga 2005 kam qenë i angazhuar në politikë dhe që nga atëherë, domethënë jam në Bashkimin Demokratik për Integrim. Duhet t'ju pyes për një deklaratë të kryetarit të partisë suaj, zotit Ali Ahmeti, që e ka dhënë në një video mesazh. Nuk e di, e keni dëgjuar, nëse jo mund t'ua rikujtoj, i cili në një komunikim me një ish teolog, zotin Musa Lamallari, i cili sot njihet me emrin Tim Shkupi, deklaroi se feja e shqiptarit është Shqiptaria. E keni parë këtë video, ju ka rastisur t'ju del para si video mesazh i zotit Ali Ahmeti? Po, më ka rastis, e kam pa këtë video dhe unë publikisht kam reaguar, edhe pse në atë kohë isha kryetari dekës së Bashkimit Demokratik për Integrim, dhe publikisht reagova që të thjesht kryetari të mbrohet nga njerëz të cilët unë reagova në këtë drejtim. Do të thonë që kur të kete kontakt apo kur dikush dëshiron që të kete një takim me kryetarin, temat për të cilat duhet të bisedohet, duhet njerëzit të cilët janë përreth që i shoqëron kryetarin, duhet të hulumtojnë se kush është Seferi apo kush është Ejupi dhe me çfarë qëllimesh vijnë. Në këtë drejtim unë bënë reagimin që do më thonë unë as pak nuk pajtohem me ato deklarata. Pra ju keni pasur reagim publik, e keni kundërshtuar me një farë forme takimin dhe i bie edhe qëndrimin e kryetarit zotit Ali Ahmeti që feja e shqiptarit është Shqiptaria, që është një thënie motshme, njohur e letërsisë shqiptare, e thënë ndoshta në një kontekst tjetër. Po, që është thënë. Mirë po, në atë video, unë sa e di, diçka tjetër ka thënë kryetari, jo për fenë e shqiptarit të Shqiptaria, po nuk jam i sigurt tash në këtë drejtim, vetëm se e tha që sikur unë jam xhamati Tim Shkupit, ashtu diçka, sa më kujtohet. Nuk jam i sigurt për këtë. Është edhe vazhdimi i asaj, i kësaj që e thoni ju, pra kësaj ide. I bie që ju me një farë forme keni qenë i guximshëm, sepse e dini që rrallë tek ne i kundërshtojnë kryetarët e partive. Po mund të ishte edhe keqpërdorim, do të thonë nga personi i cili e nxjerri pastaj në publik, sa ajo thjesht munde edhe të ishte ndonjë bisedë kështu e relaksuar mes kryetarit dhe atij, po unë nuk u pajtova me atë që do të thonë të keqpërdoret edhe vendi Selia, që të keqpërdoret, po edhe takimi, edhe përmbajtja e takimit. Njësoj keni pasur reagimin në rrjetin social? Po, në Facebook, në rrjetin social. Keni reaguar. Po, jo këto privat, jo të faqja zyrtare. Jo të faqja zyrtare, keni reaguar tek profili juaj personal. Ju keni thënë, zoti Abazi, që jam kryetari të gjithë qytetarëve të Studeniçanit dhe zotohem para Zotit dhe para jush se do të udhëheq komunën me ndershmëri. Nga fillimi prej kur e keni marrë mandatin, e bëni këtë? Jeni kryetari të gjithëve, jeni i hapur për të gjithë? Gjithsesi, ditën që kam hi në komunë, dallimet partijake apo etnike që kemi atje janë harru dhe unë jam i hapur për të gjithë dhe mundohem, dhe më thonë, për çdo vendbanim, se ne jemi një komunë multietnike, kemi turq, kemi bosnjak, shumica kuptohet janë shqiptar,
dhe mundohemi që në çdo vend banim të realizojmë projekte të cilat janë me rëndësi për popullatën, pavarësisht se ata çka janë. Pra, nuk e keni parë përkatësinë partijake kur keni zgjedhur të zënë shefat e sektorëve, udhëheqësit e ndërmarrjeve komunale, natyrisht nëse ka disa prej tyre në komunën tuaj, drejtorët e shkollave, pra jeni nisur nga parimi i profesionalizmit dhe kompetencës, si dhe vlerave që përfaqësojnë menaxhuesit e institucioneve. Jo nga përkatësia pura partijake. Po si komunë rurale ne nuk kemi edhe shumë hapësirë, nuk kemi shumë, domethënë, persona të cilët udhëheqin me njësi, me sektore, bile në komunë nuk kemi sektore, kemi vetëm udhëheqës të njësive, dhe ata ngelin të njëjtit të cilët kanë qenë. Drejtori i ndërmarrjes po ashtu ngeli i njëjti, po jemi edhe në koalicion, kurse sa i takon drejtorave të shkollave, unë për arsye tjera, jo për arsye partijake, domethënë kam ndërruar vetëm 2 drejtora nga 5 gjithsej që i kemi shkollat fillore, vetëm 2 edhe ata e dinë se për çfarë arsye janë ndërruar. Punësime të familjarëve tuaj, të afërmëve tuaj në komunë apo në ndonjë institucion komunal ose në shkolla keni bërë apo jo? Jo, nuk kam bërë. Asnjë punësim, do thënë që është që lidhet me familjen time. Por edhe me miqtë tuaj të afërt, shokët. Përveç nëse llogaritet, do të thotë një punësim i, më thonë, brezit 2-3 në fakt, djali i djalit tezës, më thonë një punësim në shkollën fillore, dhe i cili është... Jo, nuk llogaritet ajo konflikti interesi, sepse edhe ai djali i djalit tezës suaj e ka të drejtën po të kërkojë punë të punojë dikun, sepse ne dim që një pjesë e madhe e politikanëve i kanë punësuar jo vetëm djemve të tezës, po në rrethin e parë. Vetëm po bëj pyetjen në kontekst të zotimit që keni bërë se do të faktikisht udhëhiqni komunën me ndershmëri. E njëjta besoj ka ndodhur në bazë të kësaj që thoni edhe gjatë ndarjes tenderëve për realizimin e projekteve të ndryshme. Po shifeni, sa u takon ato punët e tenderëve, unë për momentin jam me një periudhë ku vetëm para disa javë kam shpall tender për disa punë, edhe ata janë në fazën e evoluimit të ofertave, do të thotë ende nuk kam përzgjedh ndonjë kompani për t'i bërë punët, kurse të tjerat i kam trashëguar, të cilët paraprakisht ata vetëm se kanë pat kontrata dhe mundohemi që t'i realizojmë të njëjtat, edhe pse kam trashëguar kontrata të fryme, kam trashëguar kontrata që janë bë aneks kontrata pastaj, që është ngarku buxheti i komunës me këto kredit hungareze që kanë qenë disa projekte, kurse bara i ka ngel komunës sepse është bërë aneks kontrat dhe ajo atë pjesë nuk e pranon qeveria dhe duhet ta mbuloj komuna. I bie kjo që këto kontrata të cilat janë jo reale sipas jush gjithmonë, nuk përkojnë pra me realitetin faktik të punëve të realizuara dhe shumën e cila duhet paguar
pra në aspektin financiar, i bie që keni trashëguar nga ish udhëheqësia komunale, nga ish kryetari komunës. Nga ish udhëheqësia unë e kam trashëguar dhe tash unë kam dy opsione. Zoti Azem Sadiku ka qenë ish kryetari komunës. Njëri opcion është që unë do të padis dhe të mirë me kompaninë në përgjigje, dhe opcioni tjetër është që dal nga dal, do të thonë, për punën që e kanë bërë ata, pa marrë parasysh se vlerësimi jonë është bën, do të thonë, çmimi i lartë, por dal nga dal ti lajmë ato borxhe që edhe mos futemi në për konteste gjyqësore, sepse ajo është një barë edhe për neve, po edhe harxhim energji, punë, kështu që unë kam vlerësuar se më mirë është që mos vim deri në për gjykata, në për konteste gjyqësore, por dal nga dal të mundohemi që t'i lajmë borxhet. Zoti Abazi, çfarë bashkëpunimi keni me qeverinë, me që ju jeni kryetar komune që i takoni një koalicioni opozitar? A keni pengesa nga qeveria? A keni mirëkuptim nga zyrtarët qeveritar? A u hapin derën kur trokisni tek ta, apo ju shohin me një sy ndryshe? Çfarë ndodh kur një kryetar i komunës është opozit dhe në pushtet ka disa parti tjera? Bashkëpunimi me qeverin, mund të them pjesërisht jam i kënaqur me disa, domethënë nga pjesëtar të qeverisë, nuk mund të them se me gjithë. Kam tentu edhe vetë kam inicu që të bëj takime me ministra të resorëve të ndryshëm, me një qëllim që ne bashkarisht qoftë pozit, qoftë opozit, të bashkëpunojmë për të mirën e qytetarëve, që të realizojmë projektet e cilët janë në dobi të qytetarëve. Kështu që, por nuk mund të them se jam i kënaqur me bashkëpunimin, pasi që para një kohë shumë të shkurt kishte një thirrje nga Ministria për Pushtet Lokal, nga Biroja për Zhvillim Rajonal, dhe në të dyja thirrjet Komuna e Studeniçanit për momentin flas, nuk kemi ndonjë feedback, nuk kemi ndonjë përgjigje pozitive. Kam aplikuar me dy projekte që janë të vogla, por nuk kam ndonjë përgjigje pozitive në këtë drejtim. Me Ministrinë e Arsimit kam inicu takime, jam taku me zëvendës ministrin, pastaj me zëvendës kryeministrin jam taku për një problematikë që është jashtëzakonisht e madhe, apo një diskriminim i madh që u bëhet fëmijëve në komunën e Studeniçanit, gjithsesi nxënësve të shkollës fillore. Se ne vlerësojmë se numri i nxënësve në komunën e Studeniçanit, përveç asaj që është në rritje dhe ne kemi natalitet të madh si komunë rurale. Kur në gjitha komunat bie numri i banorëve, në komunën e Studeniçanit nga regjistrimi i kaluar, ne kemi rritje për 5.000 banorë. Po, do të shohim pastaj, kemi gati të dhënat për natalitetin në komunën tuaj. Deshta vetëm në shkurt për blok dotacionet të flas në lidhje me bashkëpunimin mes qeverisë, se ne kemi kërkuar që formula e cila është përpiluar nga Ministria e Arsimit në bashkëpunim me UNICEF-in dhe Bankën Botërore, ajo formulë të aplikohet edhe për komunën e Studeniçanit. Aq sa kemi nxënës, sipas formulës, ato mjetet që na takojnë, ato let na ndajnë. Nuk kërkojmë as më pak, as më shumë. Pra, fjala është për blok dotacionet për nevojat e shpenzimeve në arsimin fillor. Ashtu. Ky është diskriminimi që i bëhet komunës Studeniçanit. Ky është problemi më i madh që ballafaqohemi për momentin, sepse ne kemi dikundi 3.600 nxënës. Plus kemi një 270 nxënës nga komuna e Studeniçanit
mirë po që ndjekin mësimin në komunën e Çajirit. Ata janë të përkatësisë turke dhe ata udhtojnë për çdo ditë. Po ja që i lam këto anash 3600 nxënës, nëse e marrim këtë numër 3600 e shumëzojmë me blok dotacionin me formulën që e ka përpilu thash vetë ministria, që për kokë nxënësi ata vetë e kanë shpall se është 112.747 dinar apo ta rrumbullaksojmë diku në 1900 euro dimjer. Edhe në këtë aspekt 3600 nxënës shumëzim për 2000 euro neve na takojnë dikundi afër 7 milion euro për blok dotacione, kurse ne marrim maksimumin 4 milion euro. Dhe kjo na paraqet më thoni pengesë e madhe është për neve që ne shkollat tona të kenë kushte si në për shkollat tjera. Pra, i bie që bëhet një diskriminim i hapur institucional dhe duhet reaguar. Ja, prej këtu mendoj që mund të bëjmë thirrje zyrtarëve qeveritar që ta zgjidhin këtë problem, sepse komuna e Studeniçanit ka qenë mjaft e diskriminuar gjatë komunizmit, gjatë periudhës pas filleve të pluralizmit dhe nuk guxon sipas menë 2026 që ta përjetoj vazhdimsinë e diskriminimit. Kush janë ministrat, zotja Bazi, që nuk dëshirojnë komunikim apo bashkëpunim me ju? Po konkretisht tani me emna nuk du të them se cili minister nuk do bashkëpunim. Përmenda Ministrinë e Arsimit, më thonë që nuk janë treguar të gatshëm që ta bisedojmë këtë çështje e cila është shumë e rëndësishme, edhe pse unë theksova se me zëvendës Ministrinë e Arsimit kam pat një takim. Me zëvendësin Driton Sulejmanin, po. Ashtu. Dhe ka premtuar se do të kërkoj zgjidhje. Ashtu më ka thënë se në këtë drejtim do bisedoj edhe me ministrën që të gjejmë një zgjidhje për këtë çështje. Me Ministrin e Shëndetësisë keni komunikim, ka Studeniçani ambulancë apo fshatrat i kanë rregulluara çështjet e sigurimit apo kujdesit shëndetësor? Po, siç e dini edhe vetë se më thonë shëndetësia primare tani është edhe private, është privatizuar. Me Ministrinë e Shëndetësisë nuk kam pat ndonjë komunikim kështu të them direkt. Nëpërmjet personave tjerë kemi linkin që komunikojmë. Se takon çështjes së shëndetësisë, ne kemi një poliklinik afër aty në Draçev që edhe ministria, edhe më herët, edhe tani ata vlerësojnë se i plotson nevojat edhe pse ne jemi si vendbanim i madh, si Studeniçani, ndoshta në të ardhmen duhet të mendojmë edhe në këtë drejtim që të kemi një poliklinik brenda vendbanimit. Unë jam plotësisht i vetëdijshëm për faktin që shëndetësia parsorë apo primare është në nivele privatizuese, megjithatë shteti kur do, ne dim që institucionet kur duan mund të ndikojnë që të ketë sa më shumë mjek, sa më shumë ambulanca edhe në komunën tuaj, sepse unë prap po them dhe ja, po ju bëj thirrje edhe njerë gjithë zyrtarëve shtetëror dhe qeveritar që nuk guxojnë, pavarësisht që ju jeni antar i Bashkimit Demokratik për Integrim apo përfaqësoni opozitën, nuk guxojnë ta lënë anash këtë komunë, sepse siç thash, kjo komunë mjaft ka psuar anashkalim, lënje pasdore dhe
mendoj që duhet kenë një qasje sa më pozitive. Sa mjete u janë ndarë nga kredia hungareze, apo me sa projekte keni konkuruar dhe sa keni fituar nga kjo kredi? Sa i takon kredisë hungareze, këto komuna ka aplikuar në thirrjen e parë me një projekt që është ai projekt quhet ujësjelës për fshatrat për të komunës së Studeniqanit nga lumi Salakov, që është një projekt kapital dhe i tejkalon mundësitë e buxhetit të komunës, dhe pikërisht për këtë është aplikuar, me projekt për t'i marrë mjetet, dhe janë fituar dikundi 53 milion denar, apo parafrasisht 900.000 euro, që është në realizime sipër si projekt, por ky projekt për të përfunduar, për t'ia parë hajrin qytetarët, për ta përfunduar këtë projekt, do të thotë qeveria, sepse ne si komunë do duhet një kohë shumë të gjatë të ndajmë mjete për ta realizuar, kurse qeveria me një mundësi të vogël, që me një subvencion që mund t'ja jep komunës, mund ta realizojmë këtë si projekt. Për ta përfunduar, thash nevojiten dikundi edhe 1 milion euro që projekti të përfundojë dhe të jetë funksional për vendbanimet e komunës Studeniqanit. Në thirrjen e dytë është aplikuar për në thirrjen e dytë, këtu e kam, do të thonë që është aplikuar me 6 projekte, dhe në ato projekte janë rikonstruim të rrugëve. Kemi në Batinc një rruga 10 me disa deksa, 1, 2, 3, pastaj është një rrugë dhe një urë që lidhet gjithashtu në vendbanimin Batinc është, që lidhen, më thonë, fshatin me rrugën regionale, dhe aty ndërtohet edhe një urë. Pastaj është një projekt që quhet rreth rrotullimin e fshatin Maran. Është projekti i rrugës, që është projekt shumë kapital është, dhe është me interes për të gjithë banorët e komunës së Studeniqanit, rruga lokale që lidhen, më thonë, Studeniqanin me Idrizovën apo me autostradën, korridorin 10. Dhe kjo është shumë me rëndësi për ne, dhe prandaj unë në të gjitha takimet e potencoj se kjo rrugë do të jetë në interes edhe të qytetit të Shkupit, po pse jo edhe qeverisë, sepse në atë pjesë, do të thotë, atë që theksuat edhe ju, se nuk kemi qenë aq edhe të zhvilluar, me lan anësh. Tani me këtë rregullimin e kësaj rruge i jepet mundësia që komuna Studeniqanit të marrë frim lirshëm, i jepet mundësia që të investohet, që të vinë investitor, toka të shndrohet, do të thonë, edhe të hip vlera dhe tokës, dhe po gjithashtu edhe të shkarkohet gjithë ky komunikacioni i qytetit të Shkupit, sepse ne pastaj kemi lidhje direkte me autostradën. Këta janë parafrasisht disa projekte të cilat për kokë banori, neve 22.000 banor, prej kredisë hungareze na kanë takuar 4 milion euro. Në thirrjen e dytë 4 milion. Jo, në thirrjen total. Parafrasisht janë dikundi çati 3.7. Jo, thatë në atë që e ekspozuat, pra duke folur për komunën tuaj dhe për problemin e arsimit, që jeni komuna që shoqërizohet ka mentalitet shumë të madh. Ne do të ndjekim disa të dhëna të cilat i kemi lidhur me numrin e të lindurve në komunën e Studeniqanit nga viti 2010 deri në vitin 2024. Në vitin 2010 pra janë 473,
Në vitin 2012 ky numër ka kaluar 500, pra 516. Më vonë bie ky numër në 2015 prapë është mbi 500, 501, dhe nga 2016 deri diku në 2020 kemi numër të përafërt që i bie mbi 450, por në 2021 ka rënje 432, 2022 është 409 numri i të lindurve, 2023 401 dhe 2024 fatkeqësisht ka një rënje të numrit të personave të lindur në komunën e Studeniçanit në 345. Çfarë mund të thoni lidhur me këto dhëna? Janë optimiste në shikim të parë, por ja, siç e pam, amplituda bie në 2024 edhe në komunën tuaj. Po. Unë e përmenda edhe në fillim dhe pajtohem atë shqyqyrë Zotit që kemi fëmijë, por gjithmonë potencoj atë se kushtet e mira për jetesë. Pikërisht për atë luftën e bëjmë, betejën e bëjmë që në për shkollat kemi kushtet e mira dhe ajo që na takon neve na jepet. Përndryshe, edhe ne do të vazhdojmë sikurse komunat tjera që për shkak të kushteve të rënda njerëzit migrojnë. Kjo që tregon se ka një rëmje në vitin 2024, unë ma shumë mendoj se këto tani vinë më gjeneratat e cilat kanë migruar në perëndim, në Itali, në Gjermani, në Zvicër. Ne kemi më shumë në Itali disa vendbanime që janë, domethënë, punojnë në Itali, mirë po më parë kanë shku individualisht, vetëm domethënë ka shku vetëm i zoti i shtëpisë, apo ka shku një djalë ka punu dhe është kthi. Po tash dal nga dal ato me familje më vetëm migrojnë aty, apo ka fëmijë që lindin atje më. Kjo mendoj se është si rezultati i asaj që njerëzit migrimi e ka bën dhe po. Një pjesë e asaj po. Të lindurve janë jashtë vendit. Të ndjekim edhe të dhënat lidhur me mortalitetin në komunën e Studeniçanit, sepse siç kam mundur të bëj analiza demografike lidhur me komunat e ndryshme, komuna e Studeniçanit rezulton që ka një raport në favor të natalitetit krahasuar apo 3:1, pra në favor të shtimit natyror, ja, në 2010 ka pasur 91, në 2015 rritet numri të vdekurve në 125, në 2020 178 dhe 2021 161, kjo do të jetë periudha e virusit Covid, ndoshta është pasojë ky numër edhe i krizës së virusit Covid, dhe në 2024 thënë, pra kemi 124, por që prap po them raporti është në favor të natalitetit. Të ndjekim edhe disa statistika lidhur me atë që e përmendet, që është problem i të gjithë shqiptarëve, i gjithë shtetit, por edhe i komunës suaj. Ndoshta këto të dhëna kam dyshimet e mia se mund të jenë reflektim objektiv dhe i sakt i realitetit migrues. Në 2021 vetëm 4 persona janë larguar nga vendi. Kjo ka të bëj pra me largimin në shtete të tjera, jo nga Studeniçani në Shkup ose brenda vendit, ose në ndonjë komunë tjetër. Në 2022 16, në 2023 13 dhe në 2024 vetëm 7 persona. Edhe unë mendoj se numri është më i madh i atyre të cilët janë larguar jashtë vendit. Pikërisht për këtë i drejtohem edhe qeverisë, edhe shtetit në përgjithësi që
ndoshta kemi ngele një ndër komunat e pakta të cilët kemi natalitet, mirë po siç e theksuat edhe ju se është në ramja, andaj është mirë që në këtë drejtim gjithë së bashku të punojmë që rinia të ngele në vendlindje që mos migrojë. Këto janë të dhëna zyrtare të endit të statistikës, megjithatë prap po them do t'i marrim me rezervë sepse jo gjithçka statistika zyrtare mund të përfshin sepse ka të ngjarë që ky numër të jetë më i madh. Cilat janë faktorët kryesorë sipas jush do t'ja bazi që ndikojnë që një pjesë të rinjve të mos shohin perspektivën në vendin e tyre, në vendlindjen e tyre, në fshatrat apo në qytetet ku i kanë jetuar gjyshërit, stërgjyshurit e tyre kështu më radhë. Po, kuptohet, dëshira e madhe të rinjve edhe për të arsimuar, mendoj se arsimi është ajo primarja, por edhe për të patë kushte më të mira për jetesë, mos pasja e mundësive që të kenë këtu një punë me një pagë të mirë. Dhe kështu që i detyron edhe ata të kërkojnë jetë pak më të mirë në perëndim. Kuptohet se këtu ndikon edhe kushtet në për vendbanimet tona, infrastruktura, rregullimi në përgjithësi, atë që theksova më herët infrastruktura në për shkolla, edhe krejt këto janë faktorë të cilët ndikojnë dhe po mundet, jo që mundet, po edhe unë jam i mendimit se edhe politika e ka bërë të vetën në këtë shtet dhe rinia apo popullata kërkojnë një zgjidhje tjetër, kërkojnë një mundësi tjetër, dhe kështu që ata i detyron që edhe të dalin jashtë shtetit. Për fund, zotja Bazi, rajoni juaj është i njohur edhe për një sport shumë interesant, është sporti pelivanllëkut. Pelivanllëkut, po. Që tek ne njihet pra edhe me emrin mundje popullore. Arber Xhaferi, ish kryetari i Partisë Demokratike Shqiptare, njëri ndër mendjet më të ndritura të kauzës dhe të filozofisë politike shqiptare, në një tubim në komunën tuaj pati thënë që mos dil pelivan në Studeniçan. I bie që nuk është lehtë me dal pelivan në Studeniçan, apo? Po, si sport kemi kultivuar, edhe në të kaluarën kemi pat në këtë drejtim mundës të cilët kanë marrë pjesë në për lojrat olimpike, dhe më thonë, kemi tradit në këtë drejtim. Vendin e parë e kemi mbajt gjatë kohë, po vazhdojmë ende ta mbajmë. Nuk duhet të them se në për tjera vendbanime nuk ka të këtij sporti, mirë po ne krenohemi matë se jemi basha, si thonë turqisht, në vendin e parë, më thonë në kategorinë në sportin e pelivanllëkut. Në zgjedhjet e ardhshme lokale, do t'i thoni, sepse zoti Xhaferi e pati përdorur në kontekstin politik, do t'i thoni dikujt mos dil pelivan në Studeniçan? Apo nuk e keni menduar? Jo, nuk arena është për të gjithë, çdo kush ja merr mendja mund të paraqitet. Nuk e kam ndërmend ashtu ti them. Po as ta dorëzoni peshkirin e bardhë. Po herët është këtë drejtim se është fillimi i mandatit, herët është mendoj për këtë. Unë, zotja Bazi, në fund të emisionit duhet t'ju falenderoj për këtë bisedë, e cila mendoj se do t'jetë interesante edhe për publikun. Dëshiroj që komuna e Studeniçanit të zhvillohet. Mendoj prap, e them, ritheksoj që
edhe zyrtarët qeveritar, pavarësisht që nuk i takojnë taborit tuaj politik, duhet jenë më të kujdesshëm dhe duhet të jenë në funksion të zhvillimit të kësaj komune dhe të shqiptarëve në përgjithësi. Unë sinqerisht ju falenderoj që nëpërmjet mikrofonit tuaj na dhat mundësinë edhe të bashkëbisedojmë, edhe të flasim për disa projekte, por edhe që qytetarët të njoftohen në përgjithësi me punën e komunës. Faleminderit. Faleminderit edhe ju.